me lekët që i dhash Lulit. Sa lekë i dhash Lulit me një fjalë për të ardhur Kanada? 50 milion lekë. Gjithë parat që kishe bërë, gjithë jetën tënde. Po thuaj se gjithë parat që kisha bërë në Greqi. Ama qa jetë e Petrit, punon në Greqi, hajde në Shqipëri, huaj andej, huaj këtej, bëj lekë që është vajzë në Kanada, më thënë një jetë pa ndales, pa ndaluar një momentet që josh. Një jetë pa ndales, por një gjë vuajtje ka, por edhe jetë ka. Në Greqi, për shembull, jetonim shumë mirë, në kushtet shumë të mira, pavarësisht ishte edhe ka qenë ai si e ka greku atë egoizmin, e ka atë racizmin, e ka shumë të madh. Por ti jetove mirë. Çfarë punë bëhe në Greqi? Ndërtoje? Në ndërtim? Në Greqi në ndërtim, pra, po kisha kriju një skuadër 5-6 vetë, nga njerë u 10, nga njerë 4, edhe stovatoshim. Nuk punoj vetë, kishe një skuadër, se unë nuk e kam ide në fakt. Ja, vetë i pari, se po të punove vetë, nuk punon. Nuk punon njeri. Do më thënë, ti nuk ishe tipiku i afendikojt, që rinte në kafe dhe të punonin. Jo. Vetë i pari. Po ku e kishe marrë këtë eksperiencën në ndërtimit, apo që ndërtove kullën tënde në Shkodër? Në ndërtim, unë marrova një shkollë ndërtimi në Shkodër, pavarësisht se ka dalë ma ndërtues vllai për shembull se sa unë, po ndërtimi mësot edhe duke punua, duke pa tjetër ka punën, edhe shqiptarët i kapin gjitha zanatet shumë shpejt. Ju kapët ndërtimin, sa veta kisha atëre në Greqi, që bëre skuadrën tënde? 5 veta, në përgjithësi 5 veta kishim në grup. Dhe ja dilje, ja dole? Ja dolëm shumë mirë, bile maj mend se bleva një makineri 8.500 euro dhe nuk laq as i lekë në bankë edhe e qoha një fshat krejt vetëm atje edhe më thot gruja, thot, qa ke ban, thot, mërë, po si ban, një që pos rrezikove, i thaq, kur nuk fiton as nuk... More gjithë lekët e bankës, bleve makinerin? Bleva makinerin për të suvatu, makineri... Dhe pastaj me këtë makineria dole të suvatosh të fuzësh një proces të ri. Me makineri punonim edhe çmimi ishte krejt i lirë për shembull. E merrshim me 2 euro gjys, 3 euro metrën. Në një kohë që u do të ta pastroje, ti baje sprucën, ti baje fashaturat, mushen edhe dorën e fundit finishin si ton finën. Kështu që aty u bëre vërtet i zoti punës. Po, panemnesh zotit, aty gabova unë se në atë kohë mund bleja 2-3 shtëpia, me atë lekë që kisha ba unë mund bleja 2-3 shtëpia në Greqi, se ranë çmimi. Po filloj kriza atje, hajtë po shkojnë në Shqipëri, se fitoj Edi Rama, po Edi Rama nuk është zotit ta nëroj plakën. Do me thënë, e bukur, do me thënë, ti kishe para të blije në Greqi, po flasim për krizën e 2008-ës? Kisha para të bleja 3 shtëpia, 4 nështë atje. Në atë kohë se ranë shtëpia dhen $3.000 një shtëpi e vogël, për shembull dhen 3.000 euro ka ranë nothing. Po flasim për çfarë viti, për cilin vit po flasim? 2012. 2012, po krizën tjetër, jo. Po. Ndërkohë, ti dëgjon që Edi Rama fiton dhe vjen në Shqipëri me besimin që tani Shqipëria do ndryshojë më herë. Shqipëria do ndryshoj, por Shqipëria... Po pse? Unë nuk e kuptova. Ju edhe Tropojan po i majt. Tropojan i majt ishit ju, apo thjesht ishi zhgënjur nga Berisha? Si që historia politike juaj? Unë nuk kam qenë i djathtë, unë thash më të mallën grindje me babën tem kam ba për Sali Berishën, se në 92-shin të gjithë, pothuajse 90% e popullit e donte. Edhe baba tha, një gjë më djalë, tha. Ai vjen nga një fshat që gjyshit e ti kanë djekë kishën dhe fshati i ka hjek nga fshati dhe kanë ikë në zanë atje shtëpi në Berish të Fuks. Ata tha, kur e mori pushtetin Sali Berisha, dy ples të Mansis Gjakovs tanë kështu thanë. A një gjove se ku shipin kryet shtetit, po tha një gjova, tha. Një njeri që ka djeg kishën, ty tha nuk e lëshën, po a djeg 3 herë Shqipërinë, tha. Ashtë fatkesi për
për kombin tonë ta si ka hip ky njeri në pushtet. Njeriu familja e cili do gjykishën nuk e lëshon pa e djegur 3 herë. 3 herë Shqipëri, 2 herë ka djeg, ta shpresim 3-ën. Uroj ka mbaruar kohë e djegjeve në Shqipëri. Besoj se po se për shqiptarët, po mos ishte Amerika prap do ta djegte. Prap do ta djegte. Me syt nga Amerika. Po tani me babaj nuk pajtove për Berishën, ra dakord më pas babaj? Babaj ra dakord se mu mush edhe mu menja se kur hyn në punë ata që kishin vjellur, jo ata që ishin përsekutum nga fjala e gojës ose nga një veprim tjetër, po ata që vollën u futën në pushtet, atëre fillova dhe unë të baj kthes, të baj hapat mrapat, të kontrolloj edhe fjalët e babës. Kjo është e që s'kapa unë. Dhe ishte babaj që e njifte Berishën, jo ju. Ju ishte të shpres. Edhe njerëzit e vjetër. Më kallëson nga vjen nas kemi parë kur nuk kthejmë kokën mrapa nga vin. Duke ikur nga Berisha tani, të cilit ju e njohët më në fund edhe i dha të drejt babait. Kjo shpresa juaj nga Rama, pse kishit ju shpresë të Rama? Apo kishit shpresë që një njeri tani t'ja dali për Shqipërinë, domethënë kishit nevojë që dikush t'ja dilte për hir të Shqipërisë? Apo kishit një njohje me Ramën? Si që historia që ju besonit ke Rama? Besonim se njeri që punoj shumë për ndërtimin e Tiranës, edhe vinte një parti që të paktën nuk i kanë lyë duart me gjak. Ai ka lyë duart me gjak se në qoftë se ke djeni që po flasim në ti bashk, ai ka djeni për Arben Brocin e Bishanakun që u vra. Ai ka djeni për Gramoz Pashkun, ai ka djeni për Azem Hajdarin. Mos thom se ka dorë direkt, ai ka dorë indirekt për gjitha. Për Stokol Yldashin, për 21 janarin, unë nuk e di qa presin, po mirë tha, kush tha nuk njeri luftohet, po është regjimi që ka futa i në gjak, është shumë vështirë për të luftuar, dënë kohë. Ose veprimet që ka baj të ligjshme ose të palishme, ose lejimin nuk jam kundra xhamiave se është futën kultura ja, po është mush xhamia si në Kosovë, si në Shqipni, që nuk shfrytëzohen, që nuk hin kush për të falën ta, nuk lutet kush në ta. Po ju Berisha ja vini për të gjitha? Është Berishës që ja vini fajin për të gjitha? Po ai është nana e zezave të kombit shqiptar, që nuk do zhduken fajet e tij edhe 500 vjet. Ai po të kishte zgjat sa turku, se boll po zgjat, ai ka ba makes se turku Shqipërisë, po ta llogaritish me kohën, edhe me jetëgjatësinë i ka ba makes se turku Shqipërisë. Ndërkohë ju e ndiqni politikën e Shqipërisë me sa duket, edhe tani, tërkohës. Do ditë pra lajmet e misionin se si tash dham shpirti për vendin tanë, ku shef rinin edhe forca, energjia, gjithë energjia e një shtetit është rinia. Ajo po shfrytëzohet në gjithë botën, po në Shqipënia. Nuk po shfrytëzohet sepse po ikën. Të rinë kanë ikur. Po ikën pra politika e djallëzuar, politika e fliqur e Shqipërisë, që nuk zhduket ajo politikë dënë vite për të zhduket. Sa është fut thellën në gjak. Edhe vete kemi fajnë shumë, se në qofë se ti shkon, ose unë shkoj për të kryer një punë në një zyre, ose për të nxjerrë një certifikat, ti shkon e i lën një bakshish, aja po punon në zyre, ti po punon jashtë, në bore në shi, dhe e ka detyrim që të japë certifikatin, pagun në që sa ban certifikata, për qa po jep 500 lek ma tepër në tjetër ose 1000 lek. Na kemi mbarë në gjak si popull këtë, kja shumë gabim. Në Kanada, kur erdhët, ishte e vështirë? Çdo fillim
kudo që të shkojsh të fillojsh jetën sërish, është shumë e vështirë, për mua ishte e vështirë se gjuha, edhe një kohë që erdha këto 48 vjeç është vështirë të thehet veshi, se i riu e merr shumë më mirë, shumë më shpejt gjuhën. Do me thënë, 48 vjeç, pa ditur gjuhën, ju paguani lekët që kishit mbledhur dhe fillon një jetë të re në Kanada. E bët për fëmijët këtë gjë apo për t'ik nga Shqipëria? Shqipëria s'bëj. Ate për fëmijët, po edhe vetë nuk në jesha mirë. Të thash në jesha si i huaj në vendin tim. Nuk po ndodhte gjë. Ju prisnit që diçka të ndodhte, asgjë s'ndodhi. Mu më bante përshtypje se hinje në Shkodër në një lokal, kur hyte një vrasës, të gjithë kapeshin në vetin janë me tjetrin kush më ja pagu kafën. Nërsa një njeri të neshëm, një njeri punëtor, nuk e këthen kryt me pa kush të thonë, kjo është gjëna, kjo është fakir. Kurse ai që vret në Shqipëri, ai respektohet. Pra ndaj thëmë, kjo edukata shumë mrapa e popullit shqiptar. Se për mu, Sali Berisha është një vrasës. Se një njeri që din gjitha të vrasje që ka gisht indirekt, se jo direkt, në kanun hjekësi është një lloj si vrasje, ai është hjekës. Ai ka qenë hjekës gjithmonë. Petrit, pse e ke këtë, se disa është e çuditshme, më duket sikur më ndjekin njerëzit që duan të tregojnë për Berishën në emision. Në fakt ju nuk më thatë gjë, ju më shkruajtë në Instagram, duket? Po. Dhe më thatë që kam dëshirë t'ju tregoj jetën time. Unë tash okay, po të dëgjoj dhe nuk e dija. Thjesht hyra në një regjistrim për ditur jetën e një njeriu. Nuk e dija fare nga ishit nuk e dija këtë që do tregonit. Ju e bëni, jo, më fal, dua të di këtë gjë. Ju po e shani Berishën në emisionin tim, se shumë të tjerë para jush e kanë bërë, apo ju vërtet keni një urrejtje të tillë për Berishën? Këtë dua të kuptoj. Nuk kam urrejtje për asnjë njeri, kam urrejtje për veprimet që ka bajnë, veprimet që ka bën kombin e vet. Për naftën që i dha Miloševićit, një kohë me luftu vëllezërit e vet. Dhe njeriu që i pau që kontaktun me Slobodanin, ajo zhduke dhe sot nuk gjinet. Aty të dham shpirti mu e çdo njeriu që ka sa do pak zemër, që ka gjak shqiptari. Ndërkohë, tani në Kanada, tani po zbardh në Kanada, pak nga pak, në Vancouver po zbardh. Po del drita. Po del drita, pak nga pak. Dhe ju për pak do shkoni në punë. Çfarë është ky objekti që po bëhet? Çfarë punë bëni tamam ju atje? Keni një skuadër apo punoni vetë? Ja, punoj për një pronar është Polak. Polak? Po. Punon vetë? Punon vetë në ndërtim? A i s'punon fare, po ka organizu të 4 grupe, ka 4 përgjesa, edhe ka rreth 50 vetë që punojnë për ta. A i nuk punon, është ndryshe nga procesi yt i punës? A i gjendë interesohet për materialin, i blen materialin në Kinë, edhe e bjen këtu sa shumë lirë, edhe ndjek organizimin nga mrapa, nuk është se punon, po puna është edhe ajo. Tamam, punë është edhe ajo. Ndërsa puna juaj është direkt, ju punoni me llaç, me dhënë, kush është puna juaj direkte që bëni tani? Puna jonë është përgatisim forma ose armatura për soleta, për muret, anash, qesim mure betone dhe përgatisim themelet, edhe qesim soletën e pare, bëjmë parkingun poshtë, edhe aty e sipër vazhdojt me drum, deri në 8 kate këtu, ndërtesat të gjitha banë me drum, në 8 e lartë banë me beton. Deri në 8 kate bëhet me dru aty? Të gjitha me drum. Pastaj me beton? Po u banë projekti ma shumë se sa 8 katesh, fillot nga fillimi ma në i banë gjithë me beton. Deri në 7-8 mban druri, po. Është e rëndë që të punoni akoma, apo sa të keni fuqi do jeni në punë? Jo, nuk është e rëndë, por është e rëndë nga kjo që për shembull para 2 javësh ne kishim 10 centim, 20 centim borë, do të 2 orë, 3 orë me largu borën, pastaj me fillu punë. Po t'ishet në Shqipëri tani çfarë do bënit?
po të ishit në Shkodër, të shtëpia juaj, çfarë pune do bënit? Si do jetonit aty? Po prap, o do futem me ndërtimin, ose do merresh me bujqësinë, se ne nuk është se kam ndonjë shkollë, kam shkollën e ndërtimit, po nuk është se ka ndonjë vend punët posaçëm ose që pun të gjash me punë. Pra, Ju jeni njëri zoti, po dhe njëri i ndershëm, edhe njëri që ju vjen keq për këtë fakt që vendi juaj respekton vrasësin edhe të ligun, po për të ndershmin ul kokën se si hyn punë kujt i ndershmi dhe i varfri. Ky vend, pse nuk i mban njerëzit që punojnë, ose më saktë, ata njerëzit që punojnë, pse këtu nuk i sheh vërdall, po vjen jashtë e punojnë në ndërtim, në borë, në tërkeqe, çfarë ndodh, si funksionon? Po gjitha është politika e djallëzum, ne shitëm gjitha burimet, çdo njeri që është e rrit frutin, e shet frutat, nuk shet pemën, ne shesim pemën, ne shesim burimin e nafs, ne shesim burimin e ujit, ne shesim çdo gjë, kena shit gjithë pasurinë e shtetit sikur të ishte pronë e shtëpisë tonë. Pa marrë konsultime me publikun, me njerëzit e dishëm. Ndërkohë, si i bëhet me këtë pjesën tjetër të njerëzve që në Shqipëri i ke në kafe, jashtë i ke që pak dhirë në punë. Kjo është pyetja që mua nuk jap dot përgjigje. Pse ne punojmë jashtë? Pse këtu nuk punojmë në shtëpinë tonë? Pse na vjen turp nga puna këtu? Aty ajo është pra si duhen breza që të kalojnë që edukata e jonë është fut një edukat e djallëzum. Asë është me nërgjegjën e me gjakun që kemi pas, asë është me kohën që duhet ishte. Edukata e punës, pra, nuk është, mungon edukata e punës. Po sistemi i vlerave gjithashtu mungon, sistemi i vlerave, a çfarë vlen dhe çfarë nuk vlen, këtu është e paqartë. Dy gjëra. Ai që vlen nuk respektohet. Ai që është idealzum, ai që din për të ikë ligjit për të mashtruar, ai respektohet. Prindrit i keni gjallë? Jo, baba ka 20 vite që më ka vdek, ndërsa nana jeton është në Amerikë, po nuk është e kënaqur. Çdo nani don fëmijët e vet afër njëri me tjetrin, don edhe ajo që të shkojnë mirë punë në shtetin e vetë se... Kështu që i keni syt nga Shqipëria të gjithë. Po kush është shpresa juaj? Petrit? Edhe asaj, sa mua dhe ma tepër. I dhëm. Kush është shpresa juaj? Shpresa e njerëzve që janë jashtë? Cila është? Çfarë duhet të bëhet këtu që t'ju mbaj, t'ju kthej juve? T'ju bëj bashkë, t'ju kthej... Si dikur jo, po t'ju kthej. Po kam shumë shpresë të vetingu të ligji që vendoset njëherë ligji, pastaj do kisha dëshirë të janis të unë të gjdo adhetar, si që është në Izrael të paguat një simbol, një 2% shqivlerës, ose edhe 1% ose 2% nuk qojnë këndarin që të paguat për tokën tonë, për vendin tonë. Po ato lek të administrohen. Do me thënë, të kryohet një mbas vetingu të kryohet një klasë njerëzish të përgjegjshëm që do din, nuk do e vjedhin lekun tuaj, dhe ju të paguani për Shqipërinë që Shqipëria të bëhet. Unë do t'isha i pari që t'jap kontribut për tokën, për vendin tëmë. Para se të hyja në emision, ju bët një provë me teknikët e Shqipit edhe me gazetarën e Shqipit. Gazetarja tha që zotria nuk ka histori, nuk ka çfarë tregoj, do flasë në përgjithësi. Nësa tekniku tha nuk bëhet kjo intervista, se s'ka dritë, po flet nga i makinë, është e pa bëshme. Tërsa unë ju pash një moment, edhe thash po. Pavarësisht se s'ka dritë, pavarësisht se ju s'keni një histori t'jashtë për treguar, ju keni historinë tuaj, që është unike. Dhe çdo histori do të dëgjuar, pavarësisht sa dritë ka. Se ja po vjen drita tani në Vancouver. Faleminderit, është kënaqësi me fol me gazetarë si ju. Faleminderit. Është privilegj. Shumë faleminderit. Unë dua t'ju uroj t'ju vej mbar, nuk di nëse është mbar të vini në Shqipëri, po për Shqipërinë është mbar të vinë njerëz si ju, të kthehen. Ju uroj mbarësi fëmijëve tuaj, sepse siç ju ritëm prindrit
me ndershmëri, jam e sigurt që dhe ju do kaloni ndershmërinë tek fëmijët tuaj. Unë flej edhe zgjohem me mendjen te Shqipëria, po? Për shembull tani lajmi më i mirë nga Shqipëria, cili ka qenë? Lajmi më i mirë nga Shqipëria këto kohë, cili ka qenë? Lajmi më i mirë. Nuk mund ta quaj lajm se ai për shembull dënimi i një ministrit i Tahirit është dënu pa provë, ai është dënu vetëm për politik më tepër. Nuk të pëlqeu që u dënua një ministër? Po si do bëhet vettingu pa u dënuar ministra? Apo Tahirin e pëlqeje? Pëlqen kur dënohet me fakte. Po Berisha që u shpall non grata, me fakte u shpall? Ai ka fakte me mira fakte. Ai edhe do të kishte fakte edhe për Tahirin, por njerëzit kanë frikë, kjo frikë duhet të thyhet. Se ta nxjerrin ata që kanë pa, ta kallëzojnë ata që kanë pa, po kanë frikë se i kërcënojnë ndoshta me gjëra të tjera. Po, kjo është e vërtetë. Shqipëri njerëzit kanë frikë. Edhe prandaj edhe njerëzit po flasin shumë për Berishën tani se ju iku frika nga shpallja e tij non grata. Ju iku frika se po shikosh në shtëpinë time gjan me mira shkrime me data me gjëra që i kanë bërë për vetëm për si kanë nxjerr shpirti për ta, si punë që ka bën. I shkruan ti, shkruan vetë, mban shënim. Po i mbaj shënim e shkruaj. Po pse e bën këtë gjë? Po si çdo njeri ka qef të, jo se ka qef të shkruaj keq për dikën, po don të shënoj të di se çapo çapo bëhet. Dhe shumica e historisë fillojnë me Sali Berisha. Sepse ti në një farë mënyrë ke piketuar si njeriu që të prishi mundësinë për të qenë bashkë me familjen në Shqipëri Sali Berisha. Mu s'm ka prish as i punë që unë mund punoja, nuk mund të lidhesha me ta, mund të shikjoja punën time, po i ka prish gjithë kombit shqiptar. Gjithë ku folet shqip, ka prish punaj. Kështu e gjykoj unë, e kështu ma mërmenja çdo njeri që ka sa të pak logike. Po ka dhe njerëz që mendojnë ndryshe, ka njerëz që e duan, apo jo, ju e keni parë që atë shoqërojnë njerëz që e duan. E duan se kanë marrë shumë nga ai edhe presin, kanë shpresë se do fitojnë e do marrin prapë nga ai. Po mendoni që mund të fitoj përsëri, mund të kthehet përsëri Berisha, të fitoj përsëri dhe t'ju japi prapë këtyre që ka dhënë? Kurrën e kurrës. Është fatkeqësi edhe për këtë që po ndollë edhe për gazetarë që thrasin studio, është fatkeqësi. Juve ju lëndon ky fakt. Juve që keni ikur, jeni shpërngulur, që jeni jashtë, që ndiqni ç'a ndodh, ju lëndon. Më lëndon për çdo gazetar që shkon e merr në intervistat njëri që s'ka lënë gjë pa bë. Ai vërtet i ka bërë të gjëra të mira, po është ndodhur në atë pozicion si s'ka pas, ka shkon pa e bë. Se nuk e lente bota pa e bë ato gjëra të mira. Edhe vetë detyra dhe pozicioni. Tani të nisi pak, po të vjen dita aty, më duket se ke marrë dhe kafe në makinë, më duket. Po ti pije kafen, pse ke mos kiso e pash, e kuptova, kështu që pije kafen. Se unë i kam pirë kafet e mia, tani kam ujë këtu. Mos u shqetëso, pije kafen, se do bëhesh gati për punë. Besoj të pret një ditë e lodhshme. Nuk është sa është e lodhshme, ma tepër punoj me laser, me nivelime, me ashtu, nuk është e lodhshme. E lodhshme është se 8 orë jenë kam, do marrë ndoshta edhe peshën nga njëherë, po jo që është për mua nuk është e lodhshme. Shqiptarët në përgjithësi që takon që një aty në çfarë lloj punësh janë? Në gjë shqiptarët edhe këtu për mendimin tim kanë marrë një drejtim të mraptë me çelën shteti, mu nuk më prish punë. Po një njeri që pagun 18.000-20.000 dollar drita në muajt, ai shteti e din shumë mirë ta i porrit hashish, porrit marijuana në shtëpi. E shumë familje bajnë këtë punë, në njëkohësisht bajnë edhe punë tjera, po
një shqiptar që punojnë shumë edhe kanë sipërmarrje që punojnë në ndërtim edhe kanë fitime kolosale, fitime më të mëdha kanë me shitblerje. Kur kam ardhur unë këtu për shembull, mund ta blesh në shtëpi një zonë të lartë $400,000, sot mund ta shesh $1 milion. Kanë marrë shtëpi dhe i kanë shitur pastaj. Kanë pasur intuitën e vendit dur. Në gjë si më tha mua i Kosovari, më tha, të punoj nga i herë për të shtunën në kohë të lirë për ta. Unë tha investova $200,000 këtu edhe $100,000 në Kosovë. Ata $100,000 në Kosovë, tha, më kërkojnë lek për ditë. Me këta $200,000 këtu, ka shit e ble shtëpia, e shiti shtëpinë $4,500,000 ka shit para 2 muaj. Do me thënë, leku në Kosovë kërkon lek të tjera, leku në Vancouver të jep lek. Ne kuptoj. Më duket, je me dikën në makina po vetëm? Se fillova pyetjet unë. Vetëm? Vetëm. Më duk sigurisht e dikush pash një ngjyrë të bardhë aty afër teje. Okej, gjithsesi. Po lvizin, vin punëtor tani, lvizin. Fillon puna, po e bukur, ata po vinë në punë, ndërsa ti po jep një intervistë për Shqipërinë. Dhe një intervistë shumë bukur, më ke dhënë shumë kënaqësi.